Po jo, ne sot ishim këtu në Gjevdëdod, në shkollën e mesme Gjevdëdoda. Kjo është edhe si rezultat që shkolla është në qendër, është shkollë në cilën edhe unë kam mësu. Shkolla për të cilën është përfol, mirë po them e pam sot edhe nga nxënësit që në asnjë mënyrë nuk ka qenë, po them, një ligjeratë e cila ka deviju, po është tregu edhe për vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe këtë sot së bashku edhe me komandantin Fatmir Sopin erdhëm për me i tregu edhe me majt një ligjeratë rreth sfidave në për cilat ka kalu populli ynë, epopene UÇK-s, pra familjen e herojit legjendar Adem Jasharit, i cili e flijoi të gjithë familjen, pra gjithë familja e Jashari u fliju, edhe ishte një inspirim për ngritjen e popullit shqiptar për çlirim. Pra çlirimi i vendit ton, liria, demokracia nuk është diçka që ka pik prej qiellit, por diçka që është fitu me gjak, diçka që ka qenë një sfidë e madhe, edhe sot që e gëzojmë në paqe, edhe sot që i kemi edhe krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që janë në Hagë, uroj që të lirohen sa më shpejt, sepse dihet botërisht që lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e pastërt, ka qenë për lirimin dhe çlirimin e popullit ton nga një sundim i një okupatori të cilët edhe kanë bërë tortura të ndryshme ndaj popullit shqiptar, pra ka qenë një luftë e pastërt. Për këtë po them, ne kemi filluar qysh para 4 vitesh që t'i mbajmë këto ligjerata në për shkolla të ndryshme. E kësaj here e kemi këtu në shkollën Gjevdëdod dhe do të vazhdojmë normal çdo vit, pra kjo tashmë është bërë edhe pjesë e kurrikulës të shkollave në kryeqytet dhe do të vazhdojmë çdo vit. Po thoni që e keni vërtetuar që s'ka pas diçka tendencioze në ato ligjërata, prandaj Po, s'e morë masa. është e vërtet, po, ashtu është.